Atëherë mirë ditë të gjithëve, në kuadrin e panairit të librit, sipas programit të planifikuar për prezantimin e librave, është rënditur edhe botimi i rëndësishëm për Akademinë e Aktet e Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike të mbajtura në Tiranë, para po shkojnë 3 vjet tani, por botimi natyrisht reflektohet më vonë dhe kemi në duar të 3 vëllimet e akteve të këtij kuvendi ndërkombëtar të rëndësishëm, që u bën një kohë të vështirë, që se kujtohet në kohë pandemie ka qenë ende. Dhe sot jam angazhuar që të prezantoj vëllimin e tretë kryesisht të këtyre akteve, por po përmend që 2 vëllimet e para, vëllimi i parë që përmban kryesisht shkencat arkeologji dhe histori, ka rreth 26 kontribute të autorëve për historinë e arkeologjisë dhe përfshin njëkohësisht edhe gjithë atë pjesën hyrëse të konferencës, fjalë përshëndetje të ndryshme nga miq të thirrur, nga profesorë të ftuar në këtë konferencë të rëndësishme. Vëllimi i dytë pastaj i kushtohet gjuhësisë dhe antropologjisë. Është vëllimi me volumin më të madh, ka 42 kontribute. Ndërsa vëllimi i tretë, i cili ka dalë në vitin 2024, është një vëllim ku ka fusha të ndryshme, rubrika të ndryshme të studimit, ka nga historia, ka nga historia e artit, ka nga trashëgimia kulturore, ka histori letërsie dhe letërsi. Dhe bëhen 20 kontribute gjithsej. Është vëllimi që shikojmë. Ky është që nuk ka shumë kohë që ka dalë në dritë. Me këtë vëllim përmbyllet botimi i akteve të këtij kuvendi të rëndësishëm për kërkimin shkencor në të veçantë për shkencat albanologjike. Dhe në mënyrë duke respektuar kronologjinë dhe paraqitjen e kontributeve të pjesëmarrësve në këtë konferencë të rëndësishme, po i paraqes në këtë vëllim fillohet me punën e një studiuesi të historisë artit, një koleg italian, Andrea Di Giuseppe, i cili ka shkruar një artikull mbi pikturën morale të kishës Dervenit në Krujë. Mund të ju rikonfirmoj që në këtë kishë gërmimet arkeologjike i kam kryer unë së bashku me kolegun Skënder Muça nga Instituti i Arkeologjisë aso kohe, dhe doli një kishë interesante mesjetare me pikturë murale, dhe në historinë e artit në Shqipëri ne nuk kemi specialistë të mirë fill, meqenëse se piktura paraqiste disa tematika ende të panjohura për kërkimin ton, ne kërkuam ndihmën e këtij kolegu i cili me shumë dëshirë, po edhe me shumë pasion e ka shkruar në mënyrë shkencore sigurisht dhe me literaturë pajisur mirë historinë e pikturës murale në këtë kishë. Ka Tibi Dabo Kalves, një tezis me shenjtë Petër dhe Pali dhe liminaliteti ritual në Shqipëri në shekullin e 14. Ky është titulli i artikullit. Mo jo them, kaq më ka pëlqyer ky artikull saqë në botimin tim për kishat edhe monumentet kishtare të Shqipërisë Veriut të mesjetës, unë e kam përfshirë në libër komplet këtë artikull në gjuhën shqipe. Ai ka paraqitur në italisht, po në librin tim është i përfshirë. Është analizuar ikonografia e freskëve nga këndvështrimi i një liminaliteti. Ky është një koncept krejt i ri, nuk është kufi, po është një kufi i ndërthurur, kufi difuz. Është shumë interesante se paraqet të gjitha influencat që vijnë nga rajone të ndryshme në pikturën morale të kësaj kishe. Tema e hapësirës është është një temë e njohur në ikonografinë e krishterë, Dezis, por ka një kompozim krejt të veçantë, ka Maria Kriotsa me fëmijën në krah me dy shejtarëve, Pietri edhe Pali. Sigurisht këtu janë vlerësuar krahasime tipare stilistike që janë nga mesi i shekullit 14 dhe që janë shumë të kryqëzuara
me influencat të ndryshme të hapësirës ballkanike që vijnë edhe nga lindja, edhe nga pranimi. Me interes sigurisht është këtu këndvështrimi i influencave që vijnë nga pranimi dhe kryesisht nga Italia e Jugut. Interpretimi i propozuar lidhet me orientim progresiv të feudalëve shqiptar drejt, siç e ka thënë autori, bindjes romake në dritën e dokumenteve të kultit edhe të relikeve. Autori, në mënyrë të përmbledhur, ka thënë një fjali shumë të bukur në fund të punimit të tij, thotë, referenca perëndimore mizotnuese në shoqërinë shqiptare të shekullit XIV mbetet ende sot një spirancë evropiane. Ajo dëshmon për zgjuarsinë e veçantë të shprehur në gjuhën e vet, ende në pritje të njohjes së një vlerësimi ende më të detajuar. Pra, e ka quajtur spirancë evropiane dhe unë mendoj se ka gjetë fjalën më të bukur të mundshme për atë kontekst dhe për atë shpjegim që i ka bën. Sa i kishe, artikulli është mjaft i pajisur me literaturë shumë të pasur, me histori shumë të pasur, edhe nga pikpamja e kompozimit edhe e ndërthimit shkencor me shumë vlera. Artikulli 2 vjen nga profesor Dr. Karl Hammer nga Gjermania, Shqipëria në udhkryqjen e bimëve të kultivuara. Ai është një kryqëzim mes shkencave biologjike dhe fjalorit që vjen nga biologjia në ashtu. Gjuha shqipe, si edhe gjuha greke e ajo armene, janë degë parësore të gjuhëve indo-europiane. Në këtë punim ka tentativa për të sjellë konsiderata gjustësore, së bashku me konsiderata tjera, ku ndërhyn edhe gjeografia, feja, të dhënat që vijnë nga botanika për studiuar historinë e kultivimit të bimëve në Shqipëri. Lista përfshin atje 174 lloje nga 138 gjini dhe nga 11 gjeoelemente. Pra është një kryqëzim midis gjuhësisë dhe biologjisë, është shumë interesant. Të dhënat dukshme vijnë nga linja afërt, nga mesdheu lindor, përmenden gjeoelementet, është e kombinuar pra një studim i kombinuar me studimet botanike dhe gjuhësore dhe hipotetizojnë origjinën e disa bimëve të kultivuara të Shqipërisë. Emri i përbashkët, ngjashmëritë mes emrit shqipes dhe gjuhëve të tjera mund të përdoren si një tregues i përardhjes së këtyre bimëve të kultivuara. Mund të gjenden edhe shembull me përardhje, thot autori, turke, greke, romane, slave e latine. Sigurisht një artikull me një këndvështrim krejt interesant, i cili përbën interes veçantë për lexuesit. Në punimin e tretë kemi punimin e dy kolegëve arkeologë, që unë njoh shumë mirë, Skënder Muçaj dhe Suela Xhuheri, kanë paraqitur punimin kastriotët dhe fisnikët e tjerë arboror në fushën e ndërtimeve mbrojtëse dhe kishtare në shekujt 13-15. Punimi është një punim i gjerë, me shumë të dhëna historike, i mbështetur në literaturë po ashtu të pasur dhe përqendrohen te Principata e Arbrit, ku jepin detaje për Principatën e Arbrit dhe tek kastriotët. Sigurisht kur përqendrohen te kastriotët, ato tregojnë se si ato i kanë zgjeruar territorit e tyre, jo vetëm Dibrën e poshtme në Mat, por janë shtrirë në Kruj, në Kalanet e Rrujës, Petarbrës, Daulës, ndërtimet tjera që ka ndërtu kjo familja është Stelushi, qyteti i Vranajt, në Dibrën e Sipërme, në Martanesh, në Kollobor, në Bulqiz, mendojnë se janë lidhur me fisnik të tjerë si Gropajt, Ballabant, Golemt e tjerë. Pra, Skënderbeu, sipas tyre, trashëgoi nga të parët një territor më të gjerë, të cilin e zgjeroi edhe më tej me territoret malore të Martaneshit, Tiranës, Qermenikës, Kolloborës dhe pjesë të Dibrës poshtme. Të gjitha këto pohime, ato pastaj i kanë mbështetur me material arkeologjik edhe që janë kryesisht fortifikime ose vendbanime të njohura të kësaj periudhe mesjetare. Mendoj se është një kontribut i ri në kërkimet arkeologjike kryesisht, sigurisht edhe mbështetëse e mirë edhe për historinë e mesjetës. Një historian arti, arkeolog, Janis Vitaliotis nga Greqia, thot lan ikonografike që lidhen me kryepeshkopatën e Ohrit në pikturën kishtare bizantine dhe pas bizantine të shekujve 14-17 në Shqipëri. Bën një përpjekje për të vendosur veçoritë ikonografike të pikturës bizantine dhe pas bizantine në Shqipëri në një kornizë më të gjerë. Parazithash,
tradita venase përshtatet shumë me shumë llojshmërinë e traditës artistike bizantine, se sa me një rrymë pikturore autonome. Përveç kësaj, ai pa neglizhu karakterin shumë kombësh dhe shumë gjumsh të territorit të kryepeshkopatës së Ohrit, mendon se kjo mund të konceptohet me zhvillim dhe me këmbënguljen e lande ikonografike disi më të gjera, dhe kjo është një faktor që formon një identitet veçantë të kësaj pjese të Ballkanit, ku krishterimi ortodoks ka një rol të rëndësishëm, jo vetëm fetar, por edhe kulturor e shoqëror. Pra kjo është pak a shumë thelbi i punës së Vitaliotis. Ky është një koleg i njohur për ne, në mënyrë të veçantë për arkeologët, por është edhe një historian arti që e njeh territorin edhe historinë e artit në mënyrë të veçantë artit kishtar në këtë territor. Profesor Ferit Duka, një historian i njohur për ne, shkruan realitetet osmane në Shqipërinë e Jugut, vendbanimet dhe popullsia në Kazan e Gjirokastës gjatë shekullit 16. Që prej gjysmës dytë të shekullit 15, vilayeti i Gjirokastës bëhet pjesë e Sanxhakut të Vlorës në emrin e ri, siç e quhen ai, Kazaja e Gjirokastës. Dhe me këtë status meti gjatë shekullit 16 dhe më pas. Në fokus të vështrimeve të autorit janë çështje të tilla thelbësore si organizimi administrativ, evolucioni demografik, vendbanimet, veçoritë e onomastikës, të vërtetura brenda këtij areali, që po flasim për Gjirokastën, dhe ndryshimet që kanë ndodhur në strukturën fetare të popullsisë, dukuria e islamizimit dhe natyrisht edhe statusi politik i kësaj shoqërie. Profesoresh e asociuar Ledia Dushku nga Instituti i Historisë i Akademisë Shkencave ka paraqitur punimin Veprimtaria e Arbrezhve të Italisë në optikën e dokumentacionit austro-hungarez në vitet 1895-1897. Nga 17 nëntori deri në 23 dhjetor 1896 në Vjenë, autori japonez u zhvillu 3 konferenca të fshehta në drejtimin e ministrit të punëve të jashtme të Austro-Hungarisë, të cilat konkluduan me fillimin e aksioni energjik në Shqipëri dhe në mbështetje për zgjimin kombëtar shqiptarëve. Kumtesa e autores synon të zbulojë arsyet e formësimit të vëmendjes austro-hungareze ndaj arbrezhve të Italisë, të analizojë linjat e veprimtarisë së arbrezhve të Italisë, duke evidentuar mjetet që ata përdoren, ndikimin që kjo veprimtari pati në përgatitjen e objektivave të politikës austro-hungareze në lidhje me Italinë, por edhe me shqiptarët. Dorian Koçi, doktor Koçi, simbolikat europiane të Ali Pash Tepelenës, heraldika, një temë pak speciale, nënvizon simbolet europiane të përdorura nga Ali Pash Tepelena që dëshmojnë për ekzistencën dhe ngjizjen e një mendësie tjetër shtetformuese të krahasuar me të pashallarëve të tjerë otoman. Kjo lloj mendësie evoloi së bashku me rritjen e pashallekut, kontaktin me botën perëndimore dhe adaptimin e disa elementeve shtetformuese moderne. Dhe sipas autorit, kjo është lakmusi kryesor që e dallon nga bashkohësit e vet dhe e bën figurën Ali Pash shumë karizmatike dhe tërheqëse për gjitha kohët. Epoka protonacionaliste që lindi gjatë sulmit të Ali Pashit ndërtoi kolonat e formimit të identitetit popullsisë të pashallekut të tij, e cila sipas territorit dhe preferencave gjuhësore edhe atyre të besimit fetar. Pak a shumë kjo është në mënyrë të përmbledhur kumtesa e Koçit, e trajtuar edhe nga pikpamja heraldike, por edhe në pikpamje të ndërtimit historik. Autori romune Katarina Vatacescu shkruan, ose ka sjellë punim në konferencë i cili është botuar, shtresat etimologjike në leksikun e zakoneve juridike shqiptare, fjalët e urtha të kanunit Lek Dukagjinit. Një temë prap po shumë interesante. Ajo ka si qëllim në punimin e saj të bëjë një inventar nozet përkohshëm të fjalëve të përdorura në zakonet juridike shqiptare, duke pas parasysh origjinën e tyre. Ajo heton jo vetëm materialin e dhënë nga shprehjet e shkurtra që kanë kanun, por edhe ato që janë në vendet kyçe, në fillim të një libri ose në fillim një artikulli ose edhe në paragraf vetë të kanunit. Këto shprehje përmbledhen në situata konkrete, në zgjidhjet që mund të jepen atyre. Kjo shpjegon edhe pasurinë e një fjalori, siç e quhen autokton, të huazuar kryesisht nga latinishtja dhe nga shprehjet e kanunit. Ky leksik i vjetër është përdorur nga folësit me kalimin e kohës, më shpesh për të rregulluar dhe transmetuar
normat e së drejtës zakonore, që është atributi themelor i një, po themi, paraligji, siç është kanuni. Autori nga Polonia, Artur Karasinski, ka sjell punimin polifunksionaliteti i prapashtesës në sistemin fjalëformues të gjuhës moderne shqipe. Me kumtesën e tij, ai paraqet këtë funksionalitet të lartë të prapashtesës në sistemin fjalëformues shqiptar, i cili kuptohet si një grup marrëdhëniesh semantiko-sintaksore të një fjale të përjardhur. Ky funksionalitet lidhet me profesimin e nocioneve të ndryshme dhe me të njëjtin eksponent formal. Këto nocione përbëjnë llojin e kategorive fjalëformuese, si kategoritë predikative, kallëzuese, ashtu edhe kategoritë argumentative. Studiuesa shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Valbona Toska, ngarkesa funksionale të trajtave të shkurta në gjuhën shqipe. Rrjeti funksional i trajtave të shkurta të gjuhës shqipe, sipas autores, flet për një shtrirje në zgjerim përtej funksionit parësor të tyre. Ky pol funksionaliteti shpreh një karakteristikë mjaft interesante dhe në kuadër të përqasjes gjuhës shqipe me gjuhë tjera ballkanike, duke mundësuar kështu edhe studimet më të lehshme krahasimtare. Pedagogët nga Universiteti i Shkodrës, Zamira Shkreli dhe Bora Logu, kanë kontribuar me natyra e fjalisë përbërë në gjuhën shqipe, sipas sintaksologut At Justin Rota. Sipas tyre, ky libër i Justin Rotës, i botuar qysh në vitin 1942, që është një sintaks të ndërthimeve me fjalinë e thjeshtë dhe të përbërë, se cilat analizohen në të njëjtin rrafsh sintaksor. Faktori historik në rrjedhë të kohrave ka ndikuar sipas tyre dhe dikton shkollat gjuhësore të ndjekin hap pas hapi gjuhën si fenomen dhe ndryshim e zhvillim përmes strukturave të tyre gramatikore. Fakti i piknisjeve të njëjta në kontekste kohore të ndryshme, kur kanë jetuar e zhvilluar veprimtarinë prodhuese dy sintaksologë të ndritur, kjo gjë është që e pasoron edhe më shumë historinë e gramatikës shqiptare, duke dëshmuar kështu vlerën dhe rëndësinë e çmuar së kësaj pune në fushë të studimeve të gramatikave shqipe. Blerina Suta, nga Universiteti i Napolit në Itali, ka paraqitur kumtesën të botuar sigurisht, mbi miti ovidian i gjenezës në interpretimin dy gjuhësh të Bogdanit. Poemet të studiuesve si Bogdani e ka përshtatur në mënyrë krijuese landën e huaj, fal vetdijes për shkrimtari, mund të shtohet edhe përfundimi se prania e burimeve të mitologjisë mesdhetare në veprën e Bogdanit dëshmohet si nga shembujt më të frytshëm të takimit shqipes letrare me kulturat e mesdhut në hapësirën e letërsisë dygjuhëshe. Kjo është në mënyrë shumë të përmbledhur thelbi i punimit të Blerina Sutës. Eldon Gjika, parimet e estetikës së Deradës dhe estetika e romantizmit, ai i përmahet si thush mendimit se parimet e estetikës janë një vepër që meriton një vëmendje të posaçme, jo vetëm për të shpjeguar më mirë artin e Deradës, por për të mbrëndashkruar teorikisht romantizmin shqiptar në një makrosistem letrar romantik europian. Në një këndvështrim i tillë ndihmon për të shpjeguar me qartë çështje të diskutueshme që lidhen me këtë romantizëm në sistemin ton letrar. Arjan Leka, në shtresa mistike në krimtarinë e Hamit Gjylbegut, vend takim i origjinave të besimeve fetare, politike, filozofike, të lindjes dhe perëndimit. Analizohet qasja filozofike e Gjylbegajt, veçanërisht ndaj tezave të psikologut social Gustav Le Bon, dhe në mendimet e këtij shkencëtari, Leka gjen argumente për të përligjur idenë e origjinave të përbashkëta të besimeve politike dhe besimeve fetare, të cilat mbështeten ekskluzivisht në faktorët emocional dhe elementet mistike. Përmes formave të larmishme të krimtarisë si në prozë, në poezi, në letërkëmbim, në proverba apo në folklor të mbledhur, Gjylbegaj ngulmon të hedhë dritë mbi rolin ndikues të faktorit mistik mbi besimet fetare dhe fetë e politikës që i bindën të njëjtës logjik. Kjo është pak a shumë përmbledhja më e ngjeshur e punimit të Arjan Lekës. Akim Vinça nga Kosova, studiues i njohur, poezia shqipe në vitet 1945-1990, fazat e zhvillimit dhe tipet e ligjërimit.
Të mboshtë e kësaj trajtese mbështetet kryesisht në përvojën personale të autorit dhe në këtë punim ai shtron disa pyetje. Si paraqitet procesi i zhvillimit të poezisë shqipe në periudhën 45-19, cila është në të vërtetë struktura e këtij procesi, cilat janë fazat kryesore në për të cilat ka kaluar ky proces dhe cilat janë tipet e ligjërimit që mizotrojnë në të. Faktikisht, këta, sipas autorit, janë një problem që janë shpërfaqur me veprën Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe, të botuar nga vetë ky autor në vitin 1985 në Prishtinë. Pra, ai në një farë mënyrë ka sjell një koncentrat të një pune të tij shumë më të gjerë se sa një kumtesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm. Studiuesit rus Aleksandr Novik dhe Dimitri Zhenyuk kanë kontribuar me punimin Arnaute të Azovit, historia, gjuha dhe kultura tradicionale. Në artikull paraqiten rezultatet e studimeve në terren të kulturës shqiptare dhe dialekteve të shqipes, që kanë si qëllim kulumtimin e historisë së diasporës shqiptare dhe të ndarjes dialektore të gjuhës shqipe, vlerësimin e rolit që luajnë kontaktet kulturore dhe gjuhësore në zhvillimin e shoqërive moderne. Burimet kryesore janë dhënat e arkivave shtetënor, ushtarak, rajonal dhe materialet e grumbulluara në ekspedita arkeologjike dhe etnolingvistike të organizuara në vitet 2015-2018. Prania e arnautëve në perandorinë ruse, sipas dokumenteve arkivore, fiksohet që nga shekulli i 18. Në brigjet lindore të detit Azov, si pasojë e luftave turko-ruse në gjysmën e dytë të 100 vjetorit të 18, janë themeluar disa vendbanime me popullsitë arnaute. Fshati Margaritovo, fshati Epirskoje, fshati Himar, fshati Albanskoje e tjerë në rajonin e Rostovit, Rostovin në Don, ose Rostovin në Don. Në ditët tona në këtë zonë nuk flitet shqip ose greqisht. Idiomi i shumicës së popullsisë vendase në faktikisht është rusishtja. Ky fakt ndodh në kundërshtim me situatën në fshatrat shqipfolëse si Gramovka, Devinskoje dhe Georgievka, në brigjet perëndimore të detit Azov. Megjithatë, pjesa e popullsisë në Margaritovo, Çumburkosa dhe fshatrat e tjera, profesor, mund të shqiptoj në gjë gabim. Dhe fshatrat e tjera që ruajnë vetdijen dhe vet identifikimin si arnaut. Gjatë ulumtimeve arkeologjike në rajonin e Azovit janë zbuluar tulla me germa që kanë bënë sipas menimit të autorëve me sistemin e shkrimit shqip të alfabetit të Elbasanit, të Naum Veçilharxhit dhe të Veso Beut. Pra, një studim mjaft interesant me një vëllan krejt të re për ulumtimet e shqipes. Doktor Riger Salili, nga Qendra e Studimeve për Europën Lindore në Universitetin e Varshavës, ka sjell kontributin Këngët Kreshnike dikur dhe sot, një vështrim nga pikpamja e teorisë së oralitetit. Qëllimi i këtij referati, i kësaj pune, i këtij kontributi, ka qenë të trajtojë disa nga temat qendrore në lidhje me këngët kreshnike nëpërmjet prizmit të oralitetit, duke ofruar një këndvështrim kryesisht antropologjik dhe paksa historik. Analiza e tij ofron një vështrim kritik të dijes deri tanishme dhe synon të ofrojë shtigje të reja interpretimi. Antropologu Albert Doja, vështrim antropologjik me historinë, gjendjen aktuale dhe të ardhmen e studimeve shqiptare. Në vështrimin e tij antropologjik me studimet shqiptare, ai vën theksin në një dallim të dyfisht operacional. Nga një anë karakteri shkencor i qasjeve dhe prurjeve të ndryshme disiplinore e ndërdisiplinore në fushat përkatëse që karakterizojnë studimet shqiptare gjatë zhvillimit dhe lëvrimit të tyre në periudha të ndryshme historike. Nga ana tjetër, ka një paradigmë shkencore që përbën kuadrin botkuptimor metodologjik apo filozofinë e kërkimit shkencor. Brenda cilës janë zhvilluar, janë lëvruar këto apo qasje dhe prurje të tjera shkencore dhe jo të tjera sipas periudhave të caktuara historike. Qëllimi i punimit është të tregojë nevojën dhe rëndësinë e nxjerrjes në pak paradigmës albanologjike në studimet shqiptare gjatë 30 vjeçarëve të fundit të shekullit 20-21 dhe të parashikojë mundësinë e zhvillimit për të ardhmen. Studiuesi Ilyas Rexha nga Prishtina
Prania e popullsisë albane në hapësirën gjeografike të Dardanët, Kosovës dhe Maqedonisë Veriperëndimore gjatë mesjetës, para pushtimit të Ballkanit nga Perëndia Osmane. I mbështetur kryesisht në burimet slave të shekujve 13-14, osmane dhe turke të shekujve 15-16. Ka për objekt studimi tema e tij trajtimin që ka të bëjë me burimet historike mesjetare, dëshmitë që vinë për pranimin dhe ekzistencën e vendbanimeve dhe të popullsisë albane para pushtimeve osmane të Ballkanit në gjithë hapësirën e gjeografike të Dardanisë, përkatësisht në territoret e Kosovës, Maqedonisë Veriperëndimore. Sipas burimeve dhe kronikave antike dhe hartave mesjetare gjeografike, territori i Kosovës dhe pjesa e sotme e Maqedonisë Veriperëndimore në periudhën antike përfshihen në mbretërinë e Dardanisë, me seli kryesore Shkupin, të themeluar në shekullin 4, një para epokës së re, thot Regja, po ne arkeologët i shohim pak më ndryshe, edhe thot që është një territor me prerardhje ilire dhe janë pasardhës të albanëve antik dhe arbëror e mesjetar përkatësisht shqiptarëve të sotëm. Po më bani vërejtje profesor Stega, unë ja zbarkoj Ilja Zëregjës. Punimi i fundit vjen nga një studius i ri i historisë, Jani Koçillari, Aleksandër Mollosi, mbrojtësi i Magna Grecias, në vitet 334-333 para Krishtit, 331-330 para Krishtit. Punimi përqendrohet në rëndësinë historike ndërkombëtare që fitoi personaliteti i Aleksandër Mollosit gjatë ekspeditës së tij në Italinë e Jugut në vitet 334-331 para Krishtit. Hyrja e Aleksandër Mollosit në skenën politike për autorin shënon për monarkinë ajakide apo gjeon e saj. Gjatë mbretërimit të tij në Epir, ne shohim shenjat e para të bashkimit të pothuajse gjithë territoreve fisnore. Një aspekt i veçantë i mbretërisë Mollosëve është realiteti i ri politik i krijuar, i cili u karakterizu nga një lloj aleance të quajtur Simahia Epirote, e cila zëvendësoi një aleancë më të hershme lidhjen e Mollosëve sipas tij. Me këtë kontribut, mbarojnë 20 kontributet që janë botuar në aktet e Kuvendit Ndërkombëtar Studime Albangjike në vëllimin e tretë, edhe në një farë mënyrë përmbyllin gjithë atë aktivitet i cili për mendimin tim, veçanërisht për kushtet e vështira në cilët i zhvillu, por edhe për kohën që u gjet për ta bërë këtë aktivitet, është një rëndësi të veçantë, pasi ka një rigjallërim, një rimarrje edhe një herë në mënyrë frontale të temave të ndryshme që përkasin fushës albanologjisë dhe që, me thënë drejtën, për Akademinë e Shkencave ka qenë një ngjarje e rëndësishme dhe vazhdon ta ketë këtë jehon edhe në ditën tonë, dhe urojmë që me aktivitetet që kena pas më vonë, sidomos ky i gjuhës që u bë para pak kohësh, një aktivitet i rëndësishëm i nivelit ndërkombëtar me studiusit më të mirë të sotëm, e besoj se në një farë mënyrë afirmojnë punën e mirë që ka bërë Akademia e Shkencave dhe që po bën për të realizuar qëllimin e saj, kërkimin shkencor të nivelit bashkëkohor. Nëse nokush ka dëshirë të bëj pyetje, unë mund të përgjigjem, po edhe mund të mos përgjigjem, për arsye se kam folur me shumë lloje gjuhësh sot, edhe si arkeolog, edhe si historian, edhe si letrar, po sigurisht që nuk janë kontributet e mia, janë kontributet të tjerëve, të cilët unë jam munduar vetëm t'i paraqes në mënyrë të përmbledhur, në mënyrë që t'i bëjmë jehon këtij botimi të rëndësishëm. Bruna, nëse si procedoni ju rasti kështu, nëse ka ndonjë dëshirë, ndonjë diskutim, sepse mund pranohen edhe vërejtje, se nuk themi që është ideale. Ka botime shumë më të mira se sa, po ne kemi bërë maksimalen tonë. Do të dhënë duke dy gjëra, e para punës që të përgëzoj kolegun Hoxha për këtë paraqitje shumë interesante, edhe që të nxit
ta marrësh në dorë këtë vëllim dhe do ta bëj, se nuk i kisha gjithmonë kam idenë që ndarja është kronologjike dhe do ishin temat e historisë së re. Kurse këtu kemi një kështu Michel të gjithë periudhave. E dyta është koha që ka kushtuar, kur e mendoj që e ka parë çdo artikull me hollësi, ka bërë dhe përmbledhjen gëzim, je për të përgëzuar, po edhe për të mëshiruar. Më fal që po ta them që u mbet kaq kohë. Sepse gëzimi natyrisht me kaq mund do kishte bërë një gjë shumë më që mbetet, natyrisht edhe kjo është me vlerë, nuk e vlerësoj. E dyta që duhet të them është që e kam kujtesën e këtij aktiviteti që ka qenë do thoj një aventurë e vërtet, në një kohë që akademia sapo merrte veten me ardhin në drejtim të profesor Gjinushit dhe stafit të ri, dhe këtu duhet vlerësoj në mënyrë të veçantë dhe profesor Shaban Sinanin, që ka qenë është shpirti i kësaj konferencë, në fakt ka qenë Shabani. Në edhe ndërmarrjen e saj natyrisht për ta rrëshqatën janë të mund ta kisha thënë përmbledh si botimi janë akademik Sinani dhe akademik Gjupi. Natyrisht të dy kanë kompletuar përgjithësi, po bie dakord në atë që do thoni. Po. Edhe kështu që edhe unë vetë kam qenë shumë skeptik, kam qenë atë mbledhje ku mor vendim për konferencë dhe më duk një guxim i madh se si do mbledhim kaq studius dhe si do ruanim nivelin e konferencave tjera, që kanë qenë konferencat albanologjike. Besoj që ka qenë nga konferencat që do mbahet mend për kualitetin, për mënyrën e organizimit, një lloj luksi. E them dhe atë se u mbajt tu tek plaza dhe me një bollok që tregoj, më kujtoj ato konferencat që na impresiononin kur dinim jashtë shtetit, në atë kualitet. Edhe nga natyrisht pjesëmarrja ishte kualiteti i pjesëmarrjes ishte i jashtëzakonshëm. Nuk do kujtoj profesor Kaban, që mori pjesë në atë konferencë dhe ishte e fundit e jetës së tij që erdhi. Edhe besoj që impresioni që pati nga konferencë vendosi pastaj edhe të lërë ti japi bibliotekën e tij, ti japi Shqipërisë, se sot është një bibliotekë kombëtare. Kështu që edhe them që nuk është vetëm një prezantim i thjeshtë i akteve, që nuk është dhe kjo e kollajshme. Kjo është një rekord, që vëllimi i tretë të dali brenda 3 vjetëve, zakonisht zgjat një numër pa kufi. Ne për ta përmbyllur deri tash isha shumë roz. Në atë do thoj edhe një herë për këta botuesit tonë, janë ca fukaret pa korrigjueshëm. Edhe kjo vlera të mëdha paraqiten me kostum banjo. Me kostum banjo të jepën shtëpi. Edhe këto janë botime të cilat botohen në 100 kopje. Sa është Tiranë? 100 kopje. Po tani edhe thotë lexoni Tami Prashin, thotë tek Shqipëria çka qenë që do të bëhet, thotë shqiptari, thotë, i cili kur e shef në punë del me rroba të grisura, por kur del në shesh, thotë, edhe prezantohet publik, kujton se është një princ i veshur tërnar, shikoni ato kostumet popullore, po vishin i çik këto shkreta libra. Kjo do është një autovërejtje, sepse unë nuk bëj pjesë në një bord botimesh, apo s'jam gjikundi. Por besoj që është një gjë që duhet kujdes. E disa kushton, një diferenca se pash me botimin e Olgita Cekës, është 15.000 lekë vjetra. Kopertinë e mirë. Një libër që ai kushton, nuk e di sa kushton, mund të kushtoj për 50.000, po se kushton 65, çfarë ku është? 100 kopje është e pandjeshme. Mirë atëherë. Faleminderit. Nuk e di nëse po, Rovena. Mirëmëngjes, përshëndetje gjithëve. Unë jam Rovena Vata nga Instituti i Gjustësisë dhe Letërsisë, Departamenti i Studimeve Letrare. Fillimisht falenderoj profesorët për paraqitjen dinjitoze të këtij studimi multidisiplinar, duke përgëzuar
përgatitjen e këtyre përmbledhjeve, normalisht profesor Shabanin dhe profesor Pllumin. Doja në fakt vetëm të përgëzoja 3 kolegët e mi, duke filluar nga profesoresh Blerina Suta për kontributin që ka dhënë, profesori nga Kosova, profesor Agim Vinca dhe kolegun tim Arjan Leka. I dosha me vëmendje në fakt të gjitha prezantimet përmbledhjen e prezantimeve që profesor ju bët, dhe normalisht interesi im është tek fusha ime, tek pjesa e këtyre 3 kolegëve të mi që përmenda, ju uroj gjithë dhe suksese, edhe organizatorëve, vajzave që kanë organizuar jo vetëm këtë nisjet në kuadër të provurimeve të librave të Akademisë së Shkencave, në kuadër të panairit të librit, por edhe të tjera që do vijojnë, edhe do kërkoj edhe një pjesëmarrje të gjithëve ne, domethënë që ta mbështesim provurimin e librit pikërisht për pjesën e botimeve të Akademisë së Shkencave. Sukses, urime gjithëve.